Hamdi takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Gjematin e rumë, sot në këtë hutbe, do të ndalemi pak nga një mësim që Allahu Gjeleshanuhu në e përmend në Kur'an me popullin e Shuaibit a.s. I cili ishte i dërguar pejgamber në Medjen dhe Ejke. Këto ishin dy qytete ku pejgamber u dërgu Shuaibi a.s. Dhe në fund u dënun. Po çka ishte problemi dhe defekti i popullit? Xhamat se si cili popull i cili është dërguar një pejgamber dhe pastaj ata e kanë refuzuar pejgamberin, Allahu Gjeleshanuhu pejgamberin e ka largu prej atij qyteti dhe e ka dënuar atë vend. Siç veproi me Nuhin a.s. që besojshin idhujt dhe Allahu Gjeleshanuhu e dënoi atë popull. Populli Lutit a.s. të cilit ishin dhënë pas një veprimtarie shumë të ligë që si shpa ma para ku njerëzit martoheshin dhe kishin aktin tim me gjinin e njëjtë, edhe këta Allahu i dënoi. E çfarë problemi kishin populli Shuaibit? E këta e kishin një problem, mashtrojshin tregti. Këto ishin biznismena, ama e kishin merak të mbashtrojnë, të rejnë dhe të manipulojnë gjatë tregtisë. Dhe Allahu Gjeleshanuhu i urdhnoi dhe na tregojnë në Kur'an se si ka urdhnu Shuaibin a.s. që t'u flase atyne. Prej këtyne kemi edhe ajetin 85 të surës Araf, ku Allahu Gjeleshanu thot Bismillahirrahmanirrahim, fe auful kejle wal mizane, plotsonja thot matmën, pra edhe kur të matni, edhe kur të peshojni, plotsonja thot. Wala të bëkhasun nase shja e hum, e mos ua përveconi me zullum njerëzve t'ja u mirni pasunin e tyne. Wala tufsidu fil ard, e mos bojni thot zullum tokë. Bade islahiha, pasi se Allahu Gjeleshanu e ka bo atë të paqt, pasi Allahu Gjeleshanu ka vëndu rend, pasi Allahu Gjeleshanu e ka bo mirë në tokë, mëse prish rendin tokë. E Allahu Gjeleshanu mashtrimin e tyne që e bojshin vak, mashtrimin e tyne që e bojshin në të matme, Allahu Gjeleshanu ua qujti fesat në tokë, prishje e tokës. E pastaj në surën Mutaffifin, Allahu Gjeleshanu tha wejlun lil mutaffifin, mjerë për ata të cilët matin me naksanllok, të cilët kur matin për veti thot e shtojnë, a kur ja matin tjetrit thot e paksojnë. E thot, a nuk mendojnë këta se do të dalin një ditë para Allahut? Si mendojnë këta thot do të dalin para Allahut? Në një ditë thot të madhe. Si mendojnë këta njerëzit thot të dalin ditën e gjykimit? Xhamat, si mendon mashtruesin tregti të dale para Allahut në ditë gjykimit? Si mendon të dale? A i mendon se këtë di mashtrojen pazar? A i mendon se këtë di mashtrojen market? A i mendon se këtë di mashtrojen biznis? E në do dalë unë dhe e falit gjumane dhe do jem gjenet li? Ka dalë do se u ke hin hak 100.000 mishterive. Si mendon të dalësh para Allahit? E blenë veturën me defekt, i thot 100% këtë mirë, dhe bojë ndeshje, e po e në lajme si ishë mbyt. Ti mendon se që kështu të shputojsha? Malin e kjetë prisht, ja shetë si të mirë. Si mendon të shputojsh? Me mashtrime, me treme të bëjsh bereqet? Jo xhamat, numra mund të bëjsh, bereqet s'mund të bëjsh. Ti mendon se unë të mashtroj një mishteri dhe bëj numra, dhe i shtojsh numrat, i ke pas 10.000, di bëjsh 15.000, ndoshta numrat di shtojsh, ama bereqetin dhe paksojsh. Bereqetin nuk shtohet xhamat me të reme mishterin. Bereqetin nuk shtohet me të mashtru me mishterit. Sot jemi ba shoqni e mashtrimit. Po Allahu Gjeleshanu këtë popullin e Shuaibit e dënoj për shkak mashtrimit në tregti. Çka mendojmë se ne jemi të ba? Dhe çka mendojmë xhamat se na takon nëse vazhdojmë që kështu? A mendojmë se ne do hikim? Populli Shuaibit me djeni sën hiki i zu Zotin ngusht, ne dallaverxhi, ne ati mashtrojmë edhe Zotin dhe mashtrojmë. Jo, Zotin se ne mashtron. Zotit s'ki ku i hik. E kemi përmend xhamat rastin
kur pejgamberi alayhis salam dol në pazar dhe i kontrolloi te xhamat pazarxhit, se pazarxhia i ndershëm, një tregtar i ndershëm, një biznismen i ndershëm e ka vendin bashk me pejgamberët alayhis salam. Dhe thot pejgamberi alayhis salam se tregtari i ndershëm do jese bashk thot me pejgamberët, me shehidët dhe me dietarët. Ama ai që s'është i ndershëm, fundin e ka në xhenem. Kje mundësi në përmes tregtis ta fitojsh edhe xhenetin, ama në përmes tregtis mund ta fitojsh edhe xhenemin. E tash zgjedhë se çfarë do të boje tregtia biznesi ty. A do të boje xhenetli, a do të boje xhenemli. Dhe pejgamberi alayhis salam kur hini pazar, e pa njani e kish vu mielin, e that, ama rëfundat lakt. Dhe pejgamberi alayhis salam e shtif dorën e pa të lakti në rëfunda, tha pse tha e ke shti kështu? Po tha dje ra shi, e tha e ka rok, tha pak shiu. Tha po pse nuk e la e qashtu si është, po tha të thatin e vune sa prenda e të lakti në rëfunda. Tha men nga shena felej se minna. Kush mashtron, nuk është i joni. Nuk je mo në tufën e musliman vetë mirë. Nuk je i joni atër. Nuk është i joni a i qka në mashtron gjemat. Si mund t'jesi njeriot? A mund t'jese një njeriot që gjithë dit mashtron? So shi joti. Kujti thot njeri jem o shki? Kujti thot njeri jem? Pre ati që ka besim, ati të cilit i beson, me atë cilin e don, ama i që jetë mashtron? Nuk mund është atë ta konsiderojsh si njeriot. Dhe pejgamberi alayhis salam mashtrusin tregti, tha këtë tha sion tonët. Sion njerëzit tonë këto. Men nga shena felej se minna. Kush na mashtron së shioni? E po xhamata, nuk ka fjalë e madhe kjo? A nuk ka një fjalë që duhet të shkruhet në himje çdo pazarit, në himje të çdo marketit? Ama nuk na kuvendon kjo fjalë se shumica jemi bo mashtrusi. Dhe kjo fjalë na ndal biznesin. Xhamat biznesi mund të ta ndalë, ama bereqetin s'ta ndalë. Bereqet do kish. Ama unë s'du bereqet, unë du pare. Po, ama nesër do të cingëllësh. Nesër kur të ndodhe një aksident, se Allah mund na dënojë si shoqni komplet, ama mund të dënojë dhe si individ. Po edhe 100.000 njerëzit të vinë sa për lëksën ta hekin mërzin që do të kape. E xhamatin ndershëm, pejgamberi alayhis salam këtë mënyrë i stimuloi të sahabët që të jenë drejt, dhe Allahu xhaleshanu tha ne ta mendoje njeri që mashtron tregti, që e matën me naksanllok, mishterisja mat me naksanllok, e për veti shikon të fitoje. Le ta mendoje, thot ky si do të dalën ditën e gjykimit. Le ta mendoje në atë ditë të madhe, ljaumin adhim, në këtë ditë madhe, si do të dalë para Allahit. Mashtrimet plota në për tregtia, mashtrimet plota në çmime, mashtrimet plota në mall, Black Friday, lirimet mëdhoja, kur shkojsh ta shoh çmimi i rfunda i vjetër më i nalt se ki i rivi. A ka lirim 50%? Ja kanë vëndu çmimin ati për shembull 1500 denar. Kur t'ja qet çmimin në rfunda i vjetri 1000 denar. Po tasha 50% ka lirim a shtrejtim. Ama këto dallavere xhamat disa mendojnë se nuk mendohen. Dikush mendon se nuk i sheh kërkush këto dallavere. Ama kur gja nuk janë xhamat mashtrimet e Black Friday, sa janë mashtrimet e gjithçka në 99. E keni pa mashtrimet e gjithçka në 99? U qanë të qelë dyqanet gjithçka në 99. Kur të hinsh mbrenda, as gjanë në 99. Krejt janë 200 denare ma shumë. Po pse bezotnia ke vu atë emën? Pse ja ke vu dyqanit emnin gjithçka në 99, a vetëm pallamat e lakta a janë 99 denar, ndoshta që në market tjetër janë 70 denar. Pse do t'i mashtrojsh mishterit? Veneve se unë kur do ta blej një tanjir 500 denar, dhe e blej. Unë të shkoj të një dyqan tjetër që se ka shkrujt gjithçka në 99, ama hinat market, e shon një tanjir në pëlqen, unë dhe e blej edhe 500 denar. Ama ti e bon haram malin tënd, ti e bon haram biznesin tënd, të shkrujt ati gjithçka në 99, e mase kur t'hinsh mbrenda nuk o ajtë shmim. A që këto tregtar, a e mendojnë se të dalin para Allahut? Çka të thotë e ki? Po, unë e qashtu javuna emnin dyqani, se mbrenda s'ka pas mal në 99. Pa që kështu dhe rejsh zotina. Po jo be venja një emën, venja emnin tënd, pse e vëndon mashtrim o xhamat kjo, mashtrim. Do thot ti krej, ti shtije mishterit në dyqan, me atë rendën, sa jo rendë o xhamat, që ajo gjithçka në 99, ajo është rendë. Vetëm sa të shtije mbrenda ti të blejsh diçka. E po kja nuk ka mashtrim. Prandaj kujdes si cili çka e bon këtë.
Dëshkoj unë e gjabëj gjamati objektin dikujt, di thamë që ka që se ki se di matematikë. Ama naj se di matematikë. Pse i hien i biznisi që s'di tamatish? Vin gjemat, ka ndodhë të unë, vin njeri, hakatën tamate, 3 herë matën, s'di si ta qese matematikën. Edhe në fund, pa o shal, hajtë që ati. Pse e ke marrë metrën dorë, bon ati kurse matën të njëse, as dite tamate, unë e sho se s'di tamate. Hakatën kështu e ve, edhe në fund kurse boni matematikë. Të shpo si e që të ketë, po që kështu, po të shë e di matematikën, sa pojnë qëkaq herë qëkaq, po, hajtë është përdore digitroni, e mëse i dollë gjimësit shmimit. As nuk e di matematikën, ka marrë metrën dorë, bon ati kurse din. Pa dikush shikon, dikush të analizon, ti mendon se e mashtron dikon, ja masë ne mashtron pash si cili. E gjemat, ka plot kësi që rrinë me metrën dorë, me fletore në dorë, as e din matematikën. Vetëm qashtu pa o shallë e matë objektin, qashtu pa o shallë e matë kushulicën, qashtu pa o shallë i matë kockët nudhë, kret pa o shallë. E në ajë me ndonë se është muslimani mirë pëse e falë gjuman, ajë pëse njëherë më të mëtë në barë Ramazan, ose të shkoj unë e numre dhe më falen gjinahët, dhe të falen gjinahët që i kjetë e zodja, ma hakin që u ke hinder hak njerëzve, hakin që u kje mishtërive, ato do të krejnë për fytin ditën e gjykimit. Ata kajnë të ta nxesin për fyti, e se ka? A dishe të rejsh në dynja, hes ta shtilajmë hesapët në këtë dynja këtu. Gjemat, Allah mu të ta fale ti që se ke mbajt një ditë Ramazani. Allah mu të ta fale që zekjati në desh qesh 300 euro i ke qitë 280, qëtë 20 euro, ndoshtë Allah i ta falen ditë gjykimit. Ama borgjet që u ke marrë njerëzve, hakët që u ke hinder hak njerëzve, e ato në ditën e gjykimit ka të lahën. E gjemat kujdes, si tha pejgamberi alayhis salam, mos vdese dikushi me hak të huaj. E inshallah të kemi kujdes që mos vdesi me hak të huaj, se në këtë dynja lahën me pare, ama në ditë gjykimit ka të lahën me sevape edhe me gjunahe. Do thot kije ti marrsh gjunahet e huaja, e kanë të ti marrin sevapet e tuja. Inshallah Allahu Teala na bën të jemi njerëzit ndershëm, të jemi musliman të ndershëm edhe në xhami, po edhe në pazar, edhe në market, edhe në biznis, edhe në çdo vend ku jemi, të jemi xhamat musliman të ndershëm dhe të mos mundohemi të mashtrojmë njerëzit, se këtë mashtrim në ditën e gjykimit kemi ta paguajmë shumë shtrenjtë. Subhanallahu bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.